Gjinojmë për një moment, është fundi i shekullit 19. Perëndoria Osmane po dobësohet çdo ditë, ndërsa popujt e Ballkanit po kërkojnë një nga një pavarësinë e tyre. Në këtë kohë të trazuar, shqiptarët, shpërndarë në 4 vilajete, ngrihen dhe organizohen. Është viti 1878. Në Prizren mblidhen përfaqësues nga të gjithë trevat shqiptare. Për herë të parë, ideja nuk është vetëm mbrojtja e tokave, por diçka më e madhe. Një Shqipëri e bashkuar. Por në historinë që njohim, kjo përpjekje dështoi. O sikur të mos kishte dështuar. Imagjinoni një lidhje Prizreni, arrin të mbijetojë, qëndron e bashkuar, nuk shpërndahet, nuk shtypet. Në kalimin e viteve, e shndrohet në një organizat politike të fortë. Kryengritjet që pasojnë nuk janë më të shpërndara, por të koordinuara. Shqiptarët arrin të imponojnë kërkesën e tyre. Një vilajet shqiptar i bashkuar. Më pas, kur Perëndoria Osmane dobësohet plotësisht, Shqipëria nuk shpallet thjesht si një shtet i vogël bregdetar, por si një shtet i madh që përfshin Kosovën, Shkupin dhe Tetovën, Luginën e Preshevës, Çamërinë. Kështu lind një Shqipëri, ndryshe nga ajo që njohim sot. Një shtet më i madh, një fat tjetër. Në këtë realitet alternativ, Shqipëria nuk është më një vend i vogël në hartë. Ajo shtrihet nga Adriatiku deri në brendësitë e Ballkanit. Ka qytete të mëdha si Shkupi dhe Prizreni. I bëhen qendra ekonomike dhe kulturore. Rrugët tregtare lidhen më mirë. Burimet natyrore janë më të shumta. Shqipëria nuk është më një periferi, por një nyrë e rëndësishme në rajon. Një popull më i bashkuar. Në historinë reale, shqiptarët u ndanë në disa shtete. Kufij krijuan dallime, ndikime të ndryshme dhe ndarje të dukshme. Por në këtë botë tjetër, shkollat në gjuhën shqipe hapen më herët dhe kudo. Kultura zhvillohet në mënyrë të përbashkët. Identiteti kombëtar forcohet pa ndërprerje. Nuk ka shqiptar të ndarë, ka një kombë që rritet së bashku. Një ekonomi më e fortë. Në një territor më të madh, Shqipëria ka më shumë mundësi. Minerat e Kosovës japin zhvillim industrial, tokat pjellore, furnizojnë bujqësinë. Bregdeti hap dyer për tregtim ndërkombëtar. Në vend që të jetë një ekonomi e brisht, Shqipëria bëhet gradualisht një shtet me potencial të madh. Ndoshta emigracioni nuk do të ishte aq i madh, ndoshta shumë shqiptarë do të ndërtonin jetën e tyre brenda vendit. Në zë më i fortë në Ballkan. Në historinë që njohim, Shqipëria shpesh ka qenë në ndikimin e fuqive të mëdha. Por në këtë version është më e madhe, më organizuar, më e rëndësishme strategjikisht. Dhe për këtë arsye, zëri i saj dëgjohet më shumë. Madje, disa konflikte që kanë ndodhur në shekullin e 20, sidomos në Kosovë, mund të mos kishin ndodhur fare. Por historia nuk është kur perfekte. Dhe kjo Shqipëri nuk do të ishte pa probleme. Një shtet më i madh do të përballej me presione nga shtetet fqinje, ndërhyrje nga fuqitë e mëdha, rivalitet të brendshëm për pushtet. Bashkimi nuk do të thoshte automatikisht paqe dhe prosperitet. Historia gjithmonë sjell sfida. O sikur shqiptarët të kishin arritur të bashkohen në kohën e duhur. Ndoshta sot do të kishim një Shqipëri më të madhe, më të fortë, më të bashkuar. Por e vërteta është se historia nuk shkruhet vetëm nga dëshirat, ajo formohet nga momentet, vendimet dhe fuqitë e kohës.